Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vimi uftë që të ndiqni informacionet e përgatitura. Protestat qytetare kundër qeverisë dhe klasës politike vijojnë edhe sot në Tiranë, duke hyrë në ditën e 84. Protestuesit u mblodhën në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt kryeministrisë, ku vijuan me fjalime dhe thirrje për ndryshim politik. Qytetarët u mblodhën sërish në Tiranë duke vijuar për të 84 ditë radhazi protestën kundër qeverisë dhe asaj që e cilësojnë si kasën e vjetër politike. Protestuesit u grumbulluan fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt kryeministrisë, ku zhvilluan tubimin dhe ku mbajtën fjalimet e radhës. Në fokus të protestave vijon të jetë kryeministri Edi Rama dhe qeveria, por protestuesit kanë drejtuar kritika edhe ndaj opozitës së drejtuar nga Sali Berisha. Në protestën e 83, qytetarët marshuan nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë pas përfundimit të fjalimeve para godinës së qeverisë. Protestuesit vijuan marshimit në rrugët e kryeqytetit. Lëvizja protestuese ka ngritur në tubimin e asaj akuza për korrupsion, shpopullim, problematika në arsim, çështjet e pronësisë dhe mënyrën e administrimit të pasurive natyrore, duke kërkuar ndryshim në mënyrën e qeverisjes. Protestat pritet të vijojnë edhe në ditët në vazhdim, ndërsa organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje më të gjerë qytetare dhe intensifikimin e aksionit opozitar. Në nisje të sezonit të ri politik, kryeministri Edi Rama pritet të mbledhë ministrat e kabinetit qeveritar në një takim 2 ditor në Pogradec. Ministrat do të raportojnë mbi punën e bërë deri tani, ndërsa në fokus do të jenë edhe prioritetet për vitin e 2 të mandatit të 4. Pas këtij takimi në fillim të shtatorit pritet edhe mbledhja e Asamblesë së Partisë Socialiste. Në nisje të sezonit të ri politik, kryeministri Edi Rama pritet të zhvillojë një takim 2 ditor me ministrat e kabinetit të tij në Pogradec. Takimi pritet të zhvillohet të dielën dhe të hënën, ku ministrat do të raportojnë për punën e bërë deri më tani, ndërsa do të prezantojnë edhe prioritetet dhe objektivat për vitin e 2 të mandatit të 4 të qeverisë. Takime të tilla informale janë zhvilluar edhe në vitet e mëparshme nga kryeministri Rama në nisje të çdo sezoni të ri politik pas përfundimit të pushimeve verore. Mbledhja në Pogradec pritet të shërbejë edhe si një moment për të diskutuar ecurinë e punës së ministrave dhe sfidave që qeveria do të ketë përpara në muajt e ardhshëm. Pas takimit me ministret, Rama pritet të mblidhet në ditët e para të shtatorit edhe në Asamblen e Partisë Socialiste. Mbledhja e Asamblesë është një nga forumet që kryeministri ka përdorur në të kaluarën dhe për të paralajmëruar apo bërë ndryshime në përbërjen e qeverisë. Për këtë arsye, takimet e radhës pritet të ndiqen me interes dhe me drejtim të mundësisë së ndryshimit në kabinet. Rikthimi i qeverisë në aktivitet vjen pas një zoni politik të tensionuar, të shoqëruar me protestat vazhdueshme kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Protestat të zhvilluara për më shumë se 2 muaj kanë shoqëruar fundin e sezonit kaluar politik, ndërsa protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit dhe ndryshimet në mënyrën e qeverisjes. Në nisjen e sezonit të ri, vëmendja pritet të përqendrohet te prioritetet e qeverisë për vitin e 2 të mandatit, si dhe te vendimet që mund të merren në javët e para të shtatorit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kritikuar qeverinë për reagim ndaj incidentit në Pustec, ku gjatë vizitës së kryeministrit të Maqedonisë së Veriut u ekzekutua vetëm himni Maqedonas. Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët, Berisha kundërshtoi gjithashtu projektin për krijimin e një shteti sovran Bektashi, ndërsa bëri thirrje për intensifikimin e protestave dhe mosbindjes civile në shtator. Ai propozoi dhe masa më të ashpra kundër pastrimit të parave. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kritikuar ashpër qeverinë për reagimin pas incidenteve të ndodhura në Pustec, ku gjatë vizitës së kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Hristijan Miskovski, u ekzekutua vetëm himni i Maqedonisë së Veriut dhe jo himni kombëtar shqiptar. Gjatë bashkëbisedimit të përjavshëm me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha e ka cilësuar reagimin e qeverisë si të pamjaftueshme, duke vendosur ngjarje në kuadër të debatit për respektimin e simboleve kombëtare të sovranitetit të vendit. Ndoqën reagimet të turpshme. Në reagimet e tij, si Rama dhe ministri natyrisht shprehnin mos pajtimin me aktin, por mbronin autorin kryesor, kryetarin e tyre të bashkisë, dhe njoftonin se kryetari i bashkisë kërkoi falje. Çfarë falje kërkoi kryetari i bashkisë? Kryetari i bashkisë është përgjegjësi kryesor i atij protokolli dhe fajna e pas ka një shoqat. Në fakt realiteti ky është ky shtet është në duart e krimit, në duart e mafjes, në duart e kujdo, po jo të ligjit, jo të kushtetutës. Një tjetër çështje në fokus të deklaratave të kryeministrit ishte projekti për krijimin e një shteti sovran Bektashi në Tiranë. Berisha kundërshtoi këtë nismë duke cilësuar antikushtetues dhe në kundërshtim sipas tij me karakterin laik të shtetit shqiptar. Të nxis përçarje fetare në një vend ku toleranca dhe bashkëpunimi ndërfetar është gjëja më madhështore e shpirtit të atij populli.
Kërkon të krijojë dhe monedhen ED, sepse duhet tani që Ramaduro të lajë miljardat me një bank veçantë, ta ashtu quajturit shtetit sovran apo Vatikanit të dytë. Bëhet fjalë strikt për një operacion me të cilin Edi Rama don të krejt një shtet personal për parat dhe pasaportat diplomatike. Partia Demokratike ka qenë dhe është e prerë ndaj kësaj nisme antikushtetuese, antishqiptare, antikombëtare e tjerë me radhë. Ai u ndal gjithashtu te protesta qytetare kundër qeverisë duke u bërë thirrje për pjesëmarrje masive gjatë muajit shtator. Berisha kërkoi intensifikimin e protestave dhe të aksioneve të mosbindjes civile duke paraqitur këtë si një mënyrë për të rritur presionin ndaj qeverisë. Që të shtrojnë shtatorin me pjesëmarrjen e tyre në protestën qytetare në muajin e goditjes vendimtare të regjimit antishqiptar, të regjimit diktatorial autokratik, të narkoregjimit të Edi Ramës, dhe të shkojmë si një kom drejt zgjedhjeve të lira të ndershme, të realizojmë atë që realizon Kosova në mënyrë të përsëritur. Ne jemi kombi i vetëm rajon së bashku me serbët që zgjedhjet i grabisin diktatorët. Le të jetë shtatori muaj që të ndahemi përfundimisht nga kjo diktaturë. Kryetari i Partisë Demokratike foli edhe për fenomenin e pastrimit të parave dhe investimet që sipas tij burojnë nga aktiviteti kriminal. Agjenci kombëtare posaçme për të gjitha objektet të ndërtuara me larje parash konfiskohen. Vetëm goditja me zero tolerancë krimit të organizuar është përgjigjja më e mirë për garantimin e jetës turistëve dhe të shqiptarëve në Shqipëri. Zero tolerancë ndaj krimit të organizuar. Situata e zjarreve vijon të mbetet problematike në disa qarqe të vendit. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 32 vatra zjarri, 6 prej të cilave mbetën aktive dhe 4 të tjera në monitorim. Qindra forca dhe 10 mjete zjarfikse vijojnë operacionet për izolimin e flakëve. 32 vatra zjarri janë raportuar në të gjithë vendin gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa 6 prej tyre vijojnë të jenë aktive dhe 4 të tjera të jenë në mbikëqyrje. Në operacionet e zhvilluara gjatë ditës së djeshme janë angazhuar 726 forca operacionale dhe 44 mjete zjarfikse. Forcat e armatosura kanë mbështetur ndërhyrjen me 270 efektiv, 5 mjete zjarfikse, 4 helikopter dhe 2 avion Air Tractor. Vatra më problematike vijon të jetë ajo në zonën e Gojan Gjegjan të Pukës, ku operacioni është përforcuar me 190 persona. Në teren janë 32 efektiv dhe 7 mjete zjarfikse, 13 punonjës të shërbimit pyjor, 600 punonjës të shërbimeve vendore, 45 vullnetarë dhe banor të zonës, si dhe 40 efektiv të forcave të armatosura. Në mbështetje të operacionit janë vendosur edhe një ekskavator, një mjet zjarfikës dhe 2 helikopter të forcave të armatosura. Në Tent të Mirditës vijon operacioni me 30 efektiv të forcave të armatosura, mjete zjarfikse të FAS dhe Bashkisë së Mirdit, si dhe punonjës të shërbimit pyjor dhe struktura vendore. Sipas autoriteteve aktualisht nuk ka rrezik për banesat. Edhe në Dukat të Vlorës vatra mbetet aktive por me një intensitet të ulët. Në teren operojnë 77 forca, mes tyre 10 efektiv, 12 forca të njësisë administrative Orikum dhe 55 efektiv të forcave të armatosura. Autoritetet bëjnë dije se nuk ka rrezik për zonat banuara. Në malin e Dajtit një pjesë e vatrave është izoluar, ndërsa ndërhyrja vijon në zonat ku zjarri mbetet aktiv. Në operacion janë angazhuar 30 efektiv të forcave të armatosura. Në Bersh të Klosit, pas vënjes nën kontroll të zjarrit gjatë natës janë riaktivizuar disa vatra për shkak të erës. Në operacion janë angazhuar 85 forca, mes tyre 30 efektiv të forcave të armatosura dhe mjete zjarfikse. Në Shtuftë të Mirditës vatra vijon të jetë aktive dhe ndërhyrja po kryhet në zonat ku terreni e mundson. Terreni i thepisur po vështirëson përdorimin e mjeteve zjarfikse dhe ndërhyrjen e drejt për drejt të forcave. Autoritetet vijojnë monitorimin dhe operacionet në të gjitha zonat problematike me prioritet mbrojtjen e jetës së qytetarëve dhe banesave, si dhe izolimin dhe shuarin e plot të vatrave aktive. Dëshmitë e 3 miqve të 20 vjeçarit portugez Luis Miguel Varela Mendes, i cili humbi jetën pas goditjeve me thik në një resort në Sarand, hedhin ndryshime mbi versionin e Sokrat Vatës se armën e mori për vetmbrojtje. Para gjykatës, dëshmitarët kanë deklaruar se Vata shkoi drejt grupit të turistëve me thik në dorë dhe se viktima u godit disa herë teksa ndërhyri për të mbrojtur një prej shokëve të tij.
Dëshmitë e 3 miqve të 20 vjeçarit portugez Luis Miguel Varela Mendes kanë hedhur poshtë versionin e Sokrat Vatës, i cili para gjykatës ka deklaruar se thikënia kishte marrë viktimës për vetëmbrojtje. Adib Ganibi, Ibrahim Lejmojev dhe Tourpal Khitaev, të 3 shtetas francez dhe pjesë e grupit të turistëve që ndodheshin në resortin Principot, kanë dhënë dëshmi për rrethanat e përplasjes që përfundoi në vdekjen e 20 vjeçarit portugez. Sipas dëshmive të administruara në gjykatën e Sarandës, sherrri është përshkallëzuar pas një përplasje mes së grupit të turistëve dhe personave të pranishëm në resort. Adib Ganimi ka deklaruar se fillimisht drejt grupit të turistëve ka shkuar shtetasi Daniel Gjana, i njohur edhe si David Heurteven, i cili dyshohet si ka sharë ofenduar dhe goditur. Sipas tij, turistët janë kundërpërgjigjur dhe në këtë moment situata është përshkallëzuar. Në dëshminë e tij, Ganimi ka përshkruar edhe një person me flokë të gjata të veshur me të bardha, i cili është afruar drejt grupit me një thikë në dorë. Sipas dëshmisë, ky person dyshohet se ishte Sokrat Vata. Pamjet e kamerave të sigurisë së resortit janë një tjetër element i përfshirë në hetim për të përcaktuar dinamikën e konfliktit. Sipas dëshmive të turistit, Vata dyshohet se fillimisht ka goditur me thikë në këmbë Tourpal Khitaev. Në këtë moment, 20 vjeçari portugez Luis Miguel Varela Mendes dyshohet se ka ndërhyrë për të mbrojtur shokun e tij. Sipas dëshmive të dhëna në gjykatë, Vata ka goditur disa herë me thikë të riun portugez, duke i shkaktuar plagë të rënda që i morën jetën. Raportohet se viktima është goditur 9 herë me thikë. Ibrahim Lejmojev ka deklaruar para gjykatës se e ka parë momentin kur Luis Miguel Varela Mendes u godit me thikë. Ai ka treguar gjithashtu se i ka dhënë ndihmën e parë shokut të tij duke vendosur një bluzë mbi plagë në përpjekje për të ndaluar gjakderdhjen. Përplasja më pas është ndruar në një sharr masiv, ku dyshohet se janë përfshirë të paktën 15 persona, mes tyre edhe punonjës të sigurisë së resortit. Ndërkohë, pronari i resortit, Bekim Bulica, është shpadhur në kërkim nga autoritetet. Dëshmitë e turistëve edhe pamjet e kamerave të sigurisë po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar përgjegjësinë e secilit prej personave të përfshirë në konflikt dhe dinamikën e plotë të ngjarjes që përfundoi me vdekjen e 20 vjeçarit portugez. Rreth 80 kg kanabis i lloj gelato me përmbajtje të lartë të HC janë sekuestruar në portin e Durrësit në kuadër të operacionit policor Anchor kundër trafikimit ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Droga dyshohet se ishte siguruar në Ontario të Kanadas dhe transportuar drejt Shqipërisë e fshehur në një hapësirë të modifikuar të një automjeti. Për rastin janë arrestuar 3 shtetas kosovar, ndërsa 2 persona të tjerë janë shpallur në kërkim. Një sasi për rreth 80 kg kanabis të llojit gelato me përmbajtje të lartë të HC-je është sekuestruar në portin e Durrësit në kuadër të operacionit policor të koduar Ankor kundër trafikimit ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Operacioni u finalizua sot në 22 gusht pas një hetimi të thedhuar dhe të zhvilluar nga autoritetet shqiptare për goditjen e një linje të dyshuar të trafikut ndërkombëtar të kanabisit. Sipas hetuesve, lënda narkotike është siguruar në Ontario të Kanadas dhe dyshohet se ishte transportuar drejt Shqipërisë e fshehur në një hapësirë të modifikuar të një automjeti të porositur në Kanada. Kanabisi është i ndarë në 127 pako, ndërsa autoritetet vlerësojnë se vlera e tij në treg arrin në rreth 1 milion euro. Në kuadër të operacionit, policia ka sekuestruar gjithashtu 3 automjete, 5 telefona celular dhe rreth 11.000 euro. Për këtë rast janë arrestuar 3 shtetas kosovar të moshave 26 deri në 40 vjeç, të dyshuar të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Ndërkohë, 2 persona të tjerë janë shpadhur në kërkim. Bëhet fjalë për një shtetas nga Kuksi dhe një person me banim në Ontario të Kanadas. Hetimet vijojnë në drejtimin e autoriteteve kompetente për dokumentimin e plotëve primtarisë kriminale dhe për caktimin e rolit të secilit prej personave të dyshuar në këtë rrjet të dyshuar të trafikimit. Një 62 vjeçar është arrestuar në flagrancë në Mirdit pasi u kap duke ndezur zjarr në fshatin Raja e Valës. Policia dyshon se ai është autor edhe i 5 vatrave të tjera të ndezura gjatë ditëve të fundit, të cilat kanë përfshirë rreth 15 hektar sipërfaqe. Arrestimi u krye pas një operacioni 48 orësh ku u përdor edhe monitorimi me dron. Një 62 vjeçar është arrestuar në flagrancë në Mirdit pasi u kap duke ndezur zjarr në fshatin Rajan e Valës. Shtetasim me inicialet AD, banues në Raja e Valës, u arrestua në kuadër të operacionit policor të koduar Piromani 2 pas një pune gjurmuese 48 orëshe dhe monitorimit të zonës me dron. Sipas policisë, 62 vjeçari dyshohet se gjatë ditëve të fundit ka ndezur edhe 5 vatra të tjera zjarri në territorin e Mirditës. Për këtë ngjarje, ndaj tij rëndojnë akuzat për vepra penale, shkatërrimi pronës me zjarr dhe shkatërrim me zjarr i pyjeve dhe mjedisit pyjor. Nga hetimet paraprake
Britanike është dokumentuar se zjarri dyshohet se është përfshirë nga një sipërfaqe për rreth 15 hektarësh. Shërbimet zjarr fikse dhe ato të policisë vijojnë punën për izolimin dhe shuarin e plotë të vatrave të zjarrit. Nga verifikimet e kryera nga autoritetet rezultojnë gjithashtu se 62 vjeçari ka precedent më parshëm për zjarrvënie të qëllimshme. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Mirdit në drejtimin e prokurorisë po vijojnë hetimet për të dokumentuar plotësisht aktivitetin e tij dhe për të verifikuar nëse ai ka lidhje edhe me raste të tjera zjarrvënjesh në territorin e Bashkisë Mirdit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprimet më të ishme. Gjykata e Durrësit ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për taksistin 26 vjeçar i akuzuar për aksidentimin për vdekje të një 66 vjeçari në trotuar në zonën e plazhit. Ngjarja ndodhi më 17 gusht dhe u filmua nga kamerat e sigurisë. Sipas pamjeve, automjeti doli i papritur nga vendi ku ishte parkuar dhe përplasi të moshuarin, i cili humbi jetën në spital. 4 persona të tjerë mes tyre edhe fëmijë shpëtuan nga përplasja. Gjykata e Durrësit ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për taksistin 26 vjeçar i cili pak ditë më parë aksidentoi për vdekje një 66 vjeçar në trotuar në zonën e plazhit. Gjykata ka vlerësuar gjithashtu se arrestimi i 26 vjeçarit në flagrancë ishte i lishëm. Aksidenti i rënd ndodhi në 17 gusht në lagjen 13 të Durrësit. Ngjarja është dokumentuar nga kamerat e sigurisë të bizneseve pranë vendit të aksidentit. Nga pamjet filmike, papritur nga vendi ku ishte parkuar dhe përshkon trotuarin me shpejtësi duke përplasur 66 vjeçarin dhe duke goditur atë pas një muri. U transportua me urgjencë në spitalin rajonal të Durrësit, por nuk mund të mbijetoj plagëve të marra dhe ndroi jetë. Përplasja mund të kishte shkaktuar një tragjedi edhe më të madhe, pasi në zonë ku makina përfundoi kishte edhe persona të tjerë. 4 qytetarë, mes tyre edhe fëmijë, shpëtuan mrekullisht nga përplasja. Parajtuesi, taksisti ka dhënë versionin e tij për ngjarjen. Ai ka deklaruar se është ndaluar në anë të rrugës dhe po priste një pasagjer kur automjeti ka lëvizur papritur dhe është ngjitur në trotuar. 26 vjeçari ka pretenduar se nuk e ka kuptuar se si ka ndodhur lëvizja e automjetit dhe përplasja fatale. Pas vendimit të gjykatës së Durrësit, ai do të qëndrojë në paraburgim, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur rrethanat e plota të aksidentit. Një investigim 6 mujor i Daily Mail ngrej shqetësime për përhapjen e fermave të kanabisit në Britani, të lidhura sipas tabloidit me grupe kriminale shqiptare. Sipas hetimit, në 4 vitet e fundit janë identifikuar të paktën 450 ferma të tilla dhe rreth 620 shtetas shqiptar janë dënuar për përfshirje në aktivitetet e kultivimit të kanabisit. Një investigim 6 mujor i Daily Mail ngre alarmin për përhapjen e fermave të kanabisit në Angli, të cilat sipas mediave britanike janë të lidhura me grupet kriminale shqiptare. Sipas të dhënave të publikuara nga Daily Mail, gjatë 4 viteve të fundit janë identifikuar të paktën 450 ferma kanabis të lidhura me shtetas shqiptar, ndërsa rreth 620 shqiptar janë dënuar për përfshirje në aktivitetet e kultivimit dhe trafikimit të kanabisit. Mediat britanike theksojnë se këto shifra mund të përfaqësojnë vetëm një pjesë të aktivitetit real kriminal, pasi shumë prej rasteve nuk zbulohen nga autoritetet. Fermat e kanabisit janë zbuluar kryesisht në banesa private, por sipas investigimit janë përdorur edhe në ambiente të braktisura, përfshirë ish shkolla, zyra, lokale, dyqane dhe godina të tjera. Investigimi pretendon se grupet kriminale kanë ngritur dhe një rrjet shërbimesh mbështetëse për aktivitetin e tyre. Në këtë rrjet përfshihen persona që sigurojnë dokumente të falsifikuara për marrjen me qira të pronave, ndërsa kompani të tjera merren me pastrimin dhe rikthimin e ambienteve në gjendjen e mëparshme pas shmontimit të fermave. Një tjetër problem i evidentuar nga Daily Mail është lidhja mes kultivimit të kanabisit dhe migracionit palishëm. Sipas investigimit, disa persona të dënuar në Britani për kultivim droge janë deportuar nga vendi, por më pas janë kthyer ilegalisht dhe kanë rifilluar aktivitetin kriminal. Në disa raste, sipas mediave britanike, personat e arrestuar kanë marrë dënime relativisht të ulta, ndërsa gjatë procesit gjyqësor kanë pretenduar se ishin detyruar të punonin në fermat e kanabisit për të shlyer borxhe ndaj trafikantëve. Investigimi ngre pikpyetje edhe mbi mënyrën se si funksionojnë këto rrjete kriminale, të cilat nuk kufizohen vetëm te kultivimi i drogës, por përfshin sigurimin e pronave, dokumentacion të falsifikuar dhe shërbime të nevojshme për fshehjen e aktivitetit. Autoritetet britanike prej vitesh e kanë konsideruar kultivimin e kanabisit në ambiente të mbyllura një problem të rëndësishëm kriminal, ndërsa zbulimi i fermave të tilla vijon të jetë pjesë operacioneve kundër grupeve të organizuara të trafikut të drogës. Vijoj me informacione nga Kosova.
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës është mbledhur sërish në sallën e Kuvendit duke kërkuar thirrjen e seancës për konstituimin e parlamentit të ri. PDK ka kërkuar kryesuesit të seancës konstruktive Afnit Dehari që të veprojnë në përputhje me kushtetutën, ndërsa aksionit pritet i bashkohet dhe AK. Afati kushtetues për konstituimin e Kuvendit ka përfunduar më 7 gusht, ndërsa kriza politike vijon pa një zgjidhje. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës është mbledhur sërish në sallën e Kuvendit duke përsëritur kërkesën për konstituimin e parlamentit të ri. PDK-ja ka bërë të ditur se i ka dërguar një kërkesë të re kryesuesit të seancës konstituive Avni Dehari që të thërrasë seancën dhe të videojë procedurat për konstituimin e Kuvendit në përputhje me kushtetutën. Në këtë aksion pritet të përfshihet edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ndërsa opozita kërkon që institucionet e reja të dalin nga ngërçi politik. Afati kushtetues për përfundimin e procesit të konstituimit të Kuvendit ka skaduar me 7 gusht 30 ditë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Ngërçi politik është krijuar pas seancës konstituive të 6 gushtit, ku kryetari i lëvizjes së vetvendosi Albin Kurti kërkoi kohë shtesë për zhvillimin e bisedimeve lidhur me zgjedhjen e presidentit dhe procedurat për konstituimin e institucioneve. Kërkesa e Kurtit u përsërit edhe në vazhdim të seancës së 8 gushtit, e cila u zhvillua tashmë jashtë afatit kushtetues. Kryesuesi i seancës miratoi kërkesën për shtyrje, por që prej asaj kohe nuk është thirrur asnjë seancë e re për të vijuar procesin. PDK-ja dhe partitë e tjera opozitare kanë kërkuar që procedurat parlamentare të rifillojnë duke konsideruar situatën e krijuar një bllokim institucional, ndërkohë ambasadat e vendeve të huaja në Kosovë u kanë bërë thirrje liderëve politik që të gjejnë një zgjidhje dhe të japin fund krizës politike. Konstituimi i Kuvendit është hapi i parë për formimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve, ndërsa zgjatja e ngërçit po shton presionin ndaj partive politike për të arritur një marrëveshje. Të nderuar teleshikues, në vijim juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 23 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore gjatë orëve të pasdites mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por mundësia për eshje do të jetë shumë e ulët. Burimet e disponueshme japin një ditë kryesisht të nxehtë të kthjellët. Paraditja do të ketë një mod kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mod nxehtë të qëndrueshëm. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 36 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 12 deri në 14 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 7 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e ditën në Tiranë do të jetë rreth orës 5:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:29 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për gjitha qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 21 deri në 35 gradë Celsius. Kukës 17 deri në 33 gradë. Peshkopi 16 deri në 32 gradë. Tiranë 23 deri në 36 gradë. Durrës 23 deri në 33 gradë. Kavaj 22 deri në 33 gradë. Elbasan 21 deri në 36 gradë. Berat 21 deri në 36 gradë. Korçë 16 deri në 31 gradë. Vlorë 23 deri në 34 gradë. Qirokastër 19 deri në 35 gradë. Sarandë 24 deri në 33 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 23 gusht 2026 do të karakterizohet nga mod kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të territorit. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por mundësia për eshje do të jetë shumë e ulët. Burimet e disponueshme i japin një ditë kryesisht me diell. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius,
Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 34 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior dhe veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për gjitha qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 12 deri në 33 gradë Celsius. Podujev 11 deri në 31 gradë Celsius. Skënderaj 12 deri në 33 gradë. Pej 12 deri në 32 gradë. Prishtinë 14 deri në 34 gradë. Gjakov 14 deri në 34 gradë. Malishev 14 deri në 33 gradë. Gjilan 13 deri në 32 gradë. Ferizaj 13 deri në 32 gradë. Kaçanik 13 deri në 31 gradë. Suharek 14 deri në 33 gradë. Prizren 17 deri në 34 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.